tej politikës është një problem që po ndjejmë të gjithë dhe unë po shoh që po rritet numri i njerëzve, emigrantëve, sidomos atyre me ngjyrë në rrugët tona. Tashmë mund t'i hasësh kudo. Si e shikon ti problemin, sepse në atë vitin kur theti që ikën, shqiptarët ne harruam që po na ikte produkti më i çmuar. Fuqia punëtore e kualifikuar. Fatkeqësi e madhe. Fatkeqësi e madhe tani. Fatkeqësi e madhe. Ky vend ka, se themi, po të themi mbrapshta në 90-ën, 91-shin, u gëzuam që po ikën emigrantët, po sjellin para. Ky vend ka kapsuar fatkeqësi pafund Shqipëria. Nuk jam kështu permalozo, nuk jam optimist për vendin që zhvillohet, sepse kemi si faktor negativ dhe faktor pozitiv gjithashtu. Po emigracioni e ka plagos këtë vend në mënyrë të frikshme. Çfarë ka ndodhur? Në 91-shin ne patëm me emigracion masiv. Iku një shtresë të tërë, një shtresë popullsie që ishte shtresë riprodhuese, e cila do riprodhonte vetveten. Ikën. Ngelën gjithë vjetrit tu. Ikën. Në 97-ën patëm eksodin tjetër masiv. Iku prap një shtresë popullsie, një brez të tërë, prap nga 20 në 35 vjeç që janë për riprodhues për të shtuar popullsinë. Vinë në kohën e pandemisë pas pandemisë. Iku përsëri një brezit të riprodhues nga 20, 35, 40 që riprodhojnë, që lindin. Dhe tash vazhdojnë ikin, sepse është tregu hapur. Dhe këto janë vrasit për ekonominë. Pse ikin Sokol, për arsimin apo për shëndetësinë? Ky është mendimi im që ikin për mungesën e këtyre dyave. Nuk ik asnjëri tani, nuk ik asnjëri për arsim për shëndetësi, ikin vetëm për rroga. Unë e them vazhdimisht, ikin vetëm për rroga njerëzit, vetëm për pagë. Nuk ikin njerëzit për shëndetësinë, nuk ikin njerëzit për arsimin, shumë pak. Ikin, qofse në total numrit, nuk ikin njerëzit për këtë gjë, sepse pse nuk ikin? Njerëzit ikin për rroga. Unë e mbështes edhe kam bindje personale se njerëzit ikin vetëm për paga. O ka rrogën Gjermania 3.000, po shkën 3.000. O ka Kanada 4.000, po shkën 4.000. Nuk ikin për arsim, ikin vetëm për rrogën. Se ai kur ikën nuk pyet se i ka shkollat e Kanadait, sepse eksod masiv ka dhe Italia Jugut. Por zbrazet Italia Jugut. Pse ikin? Se ka rrogën 800 euro. Ikin në Milano se majnë më shumë, ikin me 2.000 euro. Po, Italia Jugut Puglia i ka dhe rrugët, ka dhe arsimin, ka dhe shëndetësinë, sepse Italia i trajton njësoj. Qeveria italiane trajton njësoj me shkollat publike, i ka shumë mirë. Po zbrazet Greqia, pse po ikin? I ka dhe shkollat, dhe rrugët, dhe ujin e ka, edhe kujdesin arsimor, ka shkollat i ka shumë mirë. Pse po ikin? Por e rroga po, ikin në Zvicër, ikin në Angli. Pra njerëzit ikin vetëm për rroga. Nuk ikin për asgjë tjetër. Çfarë do ndodhi me këtë vend? Pa ja vlen që vetëm të rritesh rrogat? Por rrogat nuk i rrit dot, u mundua administrata të i rrisi rrogat, tash shumë mirë bëri, sepse ato njerëz, shteti vetëm ato e mbajnë shtetin. Shteti nuk është godinat, nuk janë godinat. Shteti është, ato njerëzit janë shteti. Ajo është pasuria jonë. Se imagjoni një moment mos kemi shtet, mos keshën, kush do eci në 97-ën. Ato njerëz duhen të drejtuar shumë që punojnë në administratën shtetërore. Duhet të drejtuar shumë, duhet mbajtur ajo administratë shtetërore. Kur punojnë mirë, ato që janë, ato palca kurizore që e mbajnë, ato e mbajnë shtetin, ato e shkruajnë ligjet, ato i bëjnë. Si mbahet ky vend? Do kemi emigracion pa fund tani. Kemi kështu imigracion, hardhje. Do të bëjmë, unë them vazhdimisht, ne do të importojmë njerëz. Do të importojmë, të zëvendësojmë njerëzit, siç bën Spanja. Çfarë bën Spanja sot? Spanja si ikin shumë mjek në Gjermani, shumë pa fund. Se më thot një mjek. Dhe çfarë bën Spanja? Merr mjek nga Amerika Latine për të mbushur vendet e vet aty. Ne na ikin njerëz na emigrojnë. Do marrësh njerëz, do marrësh nga Afrika, do marrësh nga Bangladesh, do marrësh nga India, do marrësh nga Filipinet. Mbushim, sill 1 milion njerëz, sill 2 milion njerëz këtu. S'ka të bëjmë, janë 2 milion konsumator. Pra do blejnë 2 milion kafe në ditë, do blejnë 2 milion palë këpus, do marrin 2 milion apartamente me qera, do paguajnë 2 milion fatura ujit, pra na pasuron vendin ai, sa ai do prodhoj, do futen në ekonomi. Po si të mbajmë këtë tonin kam hallë. Këtë tonin nuk vetëm me rroga mbajnë njerëzit. Atëherë si mbajnë me rroga? Atëherë bizneset do të strukturë ekonomisë tani. Është strukturë ekonomisë. Ti thuash 96% të bizneseve rrisni rrogat, është e vështirë sepse ai po pati një biznes, një bar kafe, një market vogël, një dyqan rrobash, është një qi hidraulik, e ka të pamundur të rrisi rrogat ekipit vet, sepse aq prodhon fitim ai. Fitimin e ekonomie prodhojnë korporat, kompanitë e mëdha. Ai që transformon produkt është rregulli i artë i ekonomisë. Po transformove produktin, ti realizon fitim për biznesin dhe paguan njerëzit. Pra,
po prodhove gjalp, po prodhove djath, po prodhove fabrika, po prodhove gjithë to që prodhojnë. Kova Po prodhove plastike. cement, po prodhove kova plastike, po prodhove lodra kalamajsh, po prodhove shishe, po prodhove po prodhove ujë, po prodhove çdo gjë, ti realizon fitim dhe paguan njerëzit. Po nëse ti bëve vetëm trade, pra blerje shite, Merr molto nga Greqia. merr malle, shet, merr kështu atë, ti je një transportues. Tjetër edhe do zvoglohet marzhi. Do zvoglohet marzhi. Sepse nuk është se po i shton vlerën, por sepse ka konkurrencë. Pra, siç e sjellte malli nga Italia, e sjellë dikush tjetër nga Italia. Atëherë çfarë bëri? Zbra asnjë gjë. Është e pamundur dhe këto kompani që vetëm importojnë dhe shesin, do i bie marzhi fitimi dhe do realizojnë dot fitim për të paguar stafin me rrogat larta, sepse aq fitim lë tregu, se tregu ti s'ngres, se lë tregu të rrisë çmimet. Dhe kjo është e ardhmja, që vetëm prodhimi, transformimi, prodhimi, Duhet të subvencionojmë prodhimin, domethënë shtyr prodhimi, startupet, prodhimi, sa ato që transformojmë, prodhim, transformim produkt, software, engineering. Por lexoj një libër të bukur tash, Ray Dalio. Është ai CEO dhe founder i Black si quhet kompania, fondi më i madh në Amerikë. Blackstone, po, në Amerikë. E thoshte, po s'prodhove, që ti jesh një vend i zhvilluar, thotë tani, duhet të kesh arsimin shumë të mirë. Arsimi shumë i mirë të bën ty të kesh një ekonomi të fortë. Ekonomia e fortë prodhon taksa. Taksa ty të bën një ushtri të fortë, ushtria e fortë të mbron ato rrutet komerciale nëpër detra që nuk sulmon njëri, dhe hapi fundi është që monedha jote pastaj bëhet me monedhë besimi dhe të gjithë investojnë te monedha jote. Këto janë hapat, pra fillon nga arsimi. Arsimi i fortë, inxhinier, kimist, elektronist, softwareist, këto të prodhojnë, se këto pjellin biznesin më vonë.